Studiuesi dhe albanologu i njohur Mark Palnikaj prej vitesh është fokusuar në zbulimin dhe studimin e dokumentave të vjetra shqipe, përmes të cilave ka gjetur prurje të reja për gjuhën shqipe dhe ka realizuar mjaft shkrime e libra në lëmin e historiografisë. Si një nga studiuesit më të zellshëm të dokumentave të hershëm shqipe, Palnikaj prej 15 vitesh ka vazhduar kërkimet në arkivat italiane si të Vatikanit, Venecias, Napolit, duke zbuluar një sër dokumentesh të cilët plotsojnë thesarin e historisë shqiptare të mesjetës. Një nga kërkimet më të suksesshme nga Palnikaj është zbulimi i një dokumenti që i përket vitit 1652 në Bibliotekën Komunale Romolo Spezioli në qytetin e Fermos në Itali. Studiuesi Palnikaj ishte në Tetov për të sjellë dhe shpjeguar atë çka kishte zbuluar në arkivat e Vatikanit. Sipas studiuesit Palnikaj, ai ka zbuluar dokumentet sekrete të Vatikanit dhe nga shumë arkiva të tjera botërore për gjuhën dhe historinë e popullit shqiptar në periudha të ndryshme kohore. Studiuesi Mark Palnikaj, që prej vitit 2015 ka kryer kërkime në arkivin e Venecias, Padovas, Loretos, Fermos, Grotaferratës, Napolit, për të zbuluar dokumente historike që hedhin dritë mbi historinë e Shqipërisë. Gjatë këtyre viteve, Marku ka arritur të publikojë rreth 3000 faqe dokumente dorëshkrime nga arkivat italiane. Historia e jonë, sepse nuk është e ndarë historia e shqiptarëve të Maqedonisë, e shqiptarëve të Kosovës, e shqiptarëve të Serbisë, e shqiptarëve të Malëzi, e shqiptarëve të Çamërisë, është historia e shqiptarëve. Gjuha shqipe është gjuha e gjithë tyre që i përmendëm. Dhe atje kam pas rast me pa gjëra shumë interesante, unë disa dhe o prezentoj, nuk besoj që do mërziteni sepse do flas ka dalë, por unë dhe ju thom ato që më kanë ba ma shumë përshtypje. Tani, arkivi sekret i Vatikanit, dhe në vitin 2019 është quajtur arkivi sekret, por në 2019 ja hoqën emrin ja vun arkivi apostolik. Pse? Sepse nuk ishte sekret, po archivum secretum ishte latinisht arkivi ynë, jo arkivi i msheft. Nuk ishte msheft kur gjati, por ajo është një arkiv nga më të pasurit në botë. Dhe atje, krahas shumë dokumentave që kam marrë dokumentat krejt dosjen e dioqezës Shkupit dhe të Prizrenit të pa publikuar. E kam marrë komplet dhe e kam shkruar në kompjuter dhe po punoj intensivisht nga 15 orë në ditë për me bon gati me publikuar. Aty është historia e kombit tonë. Ka ndodhur një fenomen jo i mirë në politikën e kombeve, nuk kombet shkojnë mirë me një tjetër, shqiptarët me maqedoncët, me bulgarët, me grek, shkojnë mirë, po qeverit nuk shkojnë mirë, ato prishin punën, ato bajnë luftën, se vetë popujt midis tyre, asgjë të keqe s'kanë, martohen, e shkëmbejnë, e shesin, e blejnë, por qeverit e prishin krejt punën. Tani, ne, do me thonë, kush e ka prish më shumë, e ka prish ndasin, e ka fut politika dhe feja. Roli fes ka një ndëkim shumë të madh në historinë e popullit tonë. Krishtrimi e shpikën në Izrael, e shpiku Jezusit, Jezu Krishti. Dhe ai me apostujt e vet e shpërndau deri në liri, dhe shën pali thot shkova deri në Pir, erdhi deri në Durrës, dhe dioqeza e Durrësit është një nga dioqezat më të vjetra në botë, një nga 4 më të vjetra të botës, dhe shumë nga ju janë pjesëtarë të asaj dioqeze. Abdyli është prej Mirditës, pra që edhe Mirdita ka qenë pjesë asaj dioqeze, edhe shumë tjerë që jeni këtu. Deri në vitin 1054 kishte vetëm të krishterë, nuk kishte katolik dhe ortodoks. Deri në vitin 387, krishterimi ishte një fe e ndaluar. Dhe kush zbuloi që po e praktikon
fene Krishtit, krishtrimin, deri në vitin 387 në Europë, e pushkatoni. Atëherë nuk pushkatoni se s'kishte pistoleta, po ose të varnin, ose të mbysnin me shiqeta. Dhe Shën Sebastiani, në i thomë Shmasjani, e ludin, i balja, e ludin, një ka i mërdu i fisi i jonë, ato, a i ka qenë oficer, e zbuluat që e praktikon të krishtimin, dhe i thonë ushtarë, ti do të vrasësh, po do marrësh rrobat e ti e çveshi, e lidhë dhe është në shigjeta dhe është në përkisha në gjithë botën, është nga martirët e parë të kishës katolike, Shën Sebastiani. Konstantini nga Nishi, një shqiptar i madh që nesja kemi bë buzin as këtu, as në Prishtinë, as në Tiranë, dhe ja kanë bërë serb atje në Nish. Çaj është i ynë, serb kanë ardhur në shekullin e 7, ai ka jetuar në shekullin e 4, ka jetuar në vitin 387. Nuk ka se si tjetë serb kur serb nuk ishin ardhur. Ai do ta ketë busin 7 metra në shesh Skënderbej, aty ku ka Skënderbeu në anë tjetër. Duhet ta ketë në Shkup, po për fat keq hyni Alana në pushtim dhe nuk ju vjen fare. Dhe ky, me qenë se i kishte babën dhe nanën që praktikonin fshehtas këtë fe, vendosi me legalizu krishtrimin. Dhe ja dha gjithë Europës, krishterë ja kemi dhënë ne, ja ka dhënë Konstantini prej Nishi, dhe kisha me modhe në gjithë Evropën, edhe se kisha Shën Pjetrit në Romë, është kisha në Ulpian, në Kosovën, Dardanën, në trullin tonë historik. Dhe kjo ka ndodhur, tani ne kërë pranum krishtrimin, ishin benediktint, ata që erdhën në fillim, Shën Benediktit, dhe ata thoshin beso dhe puno. Pra ishin si partia punës. Me punu, thot edhe me mësue, mëso dhe puno. Edhe ata në çdo vend ku kanë pas qendrat kishtare, kanë pas edhe shkollat, dhe ne shkollimin e kemi filluar para 16 shekujsh. Dakor? Dhe e kemi traditën barabar me anglezët, me gjermanët, me francezët, ndoshta e kemi edhe para tyre. Por ata i kanë identifikue, njerë për arsye të pushtimit turk, shumë gjëra janë varros, po tani po dalin në dritë. Tani, neve pushtuesi turk erdhi e pushtoi vendin këtu, dhe ndodhja që ndodhi nuk po i bëjmë atë analizë, se nuk është tema e kësaj dite, nuk është pushtuesi, nuk është kjo tema e çfarë turqit. Është si u shkruaj gjuha shqipe dhe cila është historia jonë. Kjo është tema që duhet t'ju jap mesazh. Dhe shqiptarët musliman nuk po tregohen të vëmendshëm për me mbrojt të kaluarin e tyre, kishat e tyre. Në Kosovë po ja ulon serbëve, kishat po ja ulon ortodokse, po ortodoks kanë qenë shqiptarë, jo serbë. Serbë, kur kanë ardhur në shekullin e 7, i kanë gjetur shqiptarët të krishterë, dhe deri në vitet 1700 kanë folë shqip ata ortodoksit. Dhe bashkë me ndryshimin e gjuhën, e fesë, ndryshuan edhe gjuhën, sepse ata, kur e morën pushtetin serbët, ja u lanë fen ortodoksëve turqit, dhe bashkë me kalimin në ortodoksi, ishte edhe ndrimi i gjuhës, dhe kur të ndrojsh gjuhën edhe fen, ke ndru dhe kombin, dhe tash ata pa drejtësisht quhen shkije, dhe në Kosovë, unë e kam pa vjet, 45 fshatra e kam pa vjet me një ekip arkeologsh, do shkoj të shoh të gjitha këtë vit, vetëm qofse se mbrënda las një shtator, do t'i kem bret gjitha kalat dhe kishat e Kosovës, do shkoj cep në cep, me kam, me makinë, dhe thonë shkije që shqiptarët katolik dhe shqiptarët ortodoks. Kjo është e gabuar, sepse kultura e kaluara dhe historia jonë është e ruajtur pikërisht nga krishtrimi. Qa kanë ruajtur ata? Unë e mora dosjen e asaj të Shkupit të pa publikuar, do ta publikoj gjithë, më thanë, qa do me morë, se ata të japin
2.4 euro për faqe kërkojnë Vatikan, arkiv sekret. Thashë duhet komplet, mos më mundoni fare, le shkru. Fotografojnë nga fillimi në fund, s'ka në rëndë, dhe marrë komplet e dhe publikoj komplet. Dhe tani kam shkua dhe jam thëlluat e gjua. Armenët janë një popull 3.200.000 banor, një popull që ka një territori 29.700 km², Shqipëria një popull 3.500.000 banor dhe 28.723 km², pra jemi njësoj. Por ata krishtrimin e kanë morë 100 vjet para Konstantinit Madh. Dhe krishterët armen nuk e njojnë edhe Vatikanin si superior tyre, po thonë ne jemi para jush, ju një kërë mas neve. Kur bashkohet matematika me fizikën dhe filozofin, aty lind një bombë intelektuale. Dhe gjithë ky produkt që përmendi profesori dhe shumë që nuk i ka përmendur janë rezultati i asaj produkti i asaj bombe. Unë desha të kaloj me njërë në pyetje që do ta kisha pyetur vetë. Unë e kam lexuar për letrat e Skënderbeut që ka komunikuar me papën dhe me sultanin. E desha diçka me siguri u intereson edhe ju rreth kësaj. Faleminderit. Unë i kam pru 5 kopje me veti, një do të japë kur dalim për kësaj sale që ta lexosh, edhe 2 kopje të japë drejtorit bibliotekës, një të japë personale dhe një më vendos në bibliotekë që mund ta lexojnë edhe dikush tjetër. Edhe ato 2 tjera të japë dikuj që është. 2 po ta japë. Ato letra janë rujtë në arkivin sekret, janë tëra me vujtë arkivin sekret. Janë, do me thonë, janë 8 letra që Skënderbeu ka quë sultanit dhe që sultani ka quë Skënderbeut. Janë letra që të mahnisin, janë letra diplomatike. Kur i lexon, sa i lexohet për 3 orë, se 8 letra është libri i vogël, nuk është shumë, 8 letra nuk janë shumë, por mënyra se si ja shkruan letrat armikut vetë betuar sultanit Skënderbeu të bajnë t'ja vesh gishtin kokës dhe punojësit e diplomacisë, Ministrisë Punëve të Jashtme në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, duhet i lexojnë dhe të nxjerrin mësime se si duhet shkruan një letër një personalitet. Janë të jashtëzakonshme. Dhe ato i japin ata 2.4 euro faqen, qofse do të me i bana statik, dhe më me bëtu edhe fletën në fotën, duhet me paguaj 104 euro. Unë e bana atë libër me rastin e 550 vjeçorit Skënderbeut në 2018 dhe hyna në konkursin kombëtar për librin më të mirë për Skënderbeut. Dhe vendosa me bë anastatik dhe mundësisht me ngjyra, se dokumentat janë me ngjyra, dalin më mirë. Me që unë i pleva, kërkova lek, nuk me dha lek, i pleva me lek të mija, 104 euro ato faqet, i përktheve, i përpunove, i botova dhe italisht edhe shqip edhe originalet, bardhëzi dhe ja, por gjithsesi janë të lexueshme dhe në bardhëzi, është edhe letra që i shkruaj Skënderbeu, Papa Kalisi III, nga Kepi i Rodonit, me 29 tetor 1463, për saktimin e Martin Muzakës në si ambasador të Skënderbeut në Rom. Dhe kjo të regon që Skënderbeut nuk ka qenë një kaçak që sillej moleve si që mundohen me në thonë ca ignorante, ca anti-shqiptare për televizore, po ka pas shtep, ka pas përfaqësi diplomatike, ka pas ambasador, ka pas edhe tjerë, ka pas edhe në Venedike, ka pas nga Kosova, nga Ulpiana, Gjonin, dhe ka rëndësi të jashtëzakonshme dhe mënyra se si janë shkruar diplomatike u ka po përshtypje shumë njerëz. Unë i ktheva ashtu siç i përktheva
edhe i kam botuar, tash 6 vjet është botuar 6 hera i libër. Ka pas shumë kërkesa, një studiuese nga Fushkruja, një mimoza e ka lexuar në Stamboll, ta keni pa në televizor. E ka lexuar nga fillimi në fund në Stamboll, një televizion në Stamboll. Shkolla shqipe e njerëz ka qenë shkolla mesme, sepse nga ajo shkonin në universitet, në Fermo Loreto, me 25 nëzënës në vitin 1675, shkolla e njerëz. Është dokumenti, e kam publikuar. Pasaj ka qenë shkolla e Rjollit, e vitit 1675, edhe ajo shkollë shqipe me mësues maringjinin me 40 reale në vit, ka pas pagën vjetore 40 reale me qenë mësues. Sepse turqit për 200 vjet nuk lejuan asnjë peshk katolik me punua në Shkodër. Dhe për 4 shekuj, nga viti 1479, deri në vitin 1848, kur doli Tanzimati, ose kur me thonë me gjuhë popullore, kur pranimi e detyroi sultanin me bërë reforma se ishte një shteti kalbur, me hjekje një qerte me vurë reforme mu këthy me bërë ligje europiane, dhe nëzori ligjin që tash mund t'i lutet zotit kush do, mund bënë kisha ku do, unë nisë mu bënë kisha më dhe në Shkodër, Hamz Kazazja ka prish, ka dhe kongën, edhe është bënë 10 vjetë për mu bënë kisha. Dhe me gjitha ta, Pjetër Bogdani mas 200 vjeç që s'kishte i peshk, ka shkuar në Rjoll, në një malë sipër Koplikut. E ka bën shkollën dhe kishën dhe i peshkvinën dhe që ka punue 25 vjetë. Dhe shkolla tjera janë hapë përveç Janjevës, ka pas edhe në disa qytete tjera, po për shkak ka pas në Blinisht, ka pas në Plan, ka pas në Mirdit, ka pas në Skuraj, ka pas gjitha në shkolla dhe i kemi të identifikuar, atëna i kemi dokumentat e botume, janë tëra të identifikuara mirë. Kjo Janjevës ishte kuriozitet se familja Bogdani kishte shumë, sa që me mbjemër në Bogdani, që ishin të apër Pjetrit edhe të Ndreut. Se Ndreu bani gramatikën e gjuhës shqipe që e humbi Pjetri, bile thua që Pjetri, qedhen e profetve, e ka bazuar të gramatike e miqës vetë, që e ka bërë Xhaxhaj. Por e humbi gramatikën, ajo është një humje shumë e madhe kombëtare, po ka humbi. Ndërsa shkollën e kanë mbajtur një anjë, shkollën shqipe e kanë mbajtur dhe ka qenë shkolla e nivel shkollës mesme. E kam publikuar dhe dokument, ka 3-4 vjetë, në vitin 1367, në Pukën që është midis maleve si këto, nuk i në adikë, që është krejt shkami, luke në adrinit, s'kalojnë do të asë me kom, veç zështje malit mujnë me kalu, se janë krejt kuj gale e mbyllënë. Aty, në Shënpal që sot që është ka bashkë, ka pas shkollë, nivelit shkollës mesme, në vitin 1367. Dhe e kam publikuar ato njivet e tjera, e punë, por njerëzit tash janë kthyen do drejtime të tjera, nuk janë kamerën as me arsimin, as me kulturën, as me historinë. Serbët i majnë ato fakultete, votojnë çdo vit libra, edhe në serbisht edhe anglisht, me treguar që Kosovën ja ka marrë natë apo drejtësisht sa është djepi i Serbisë, s'ka pas shqiptar kurrë aty as në Maqedoni, veç kanë ardhur ka pru turku, edhe ja u ka mësuar gjuhën si nga ka ble turku atë gjuhën shqipe, se s'ka pas gjuhën shqipe si mas serbëve. Kjo është ideja që kanë lidhë ata, që tha dhe Beleri, dhe u që thash, mirë mërë, ne nga pas ka mësuar turku shqip, ne ka po musliman dhe ne ka mësuar shqipe. Po ata që iken, në 396 në shkuar në Itali, Kalabrez, shqiptarje Kalabris, Arbresht, edhe aty ne ja u qojmë dhurat me mësuar shqipen, se mirë, ne nga pas ka bo, muslimane nga ka mësuar shqipen, po aty në kusham se shqipen. Dhe atë edhe e kanë rujt, kanë hapë edhe shkollat, kanë bo dhe gjitha shkollat e para, shkrimet e para, ata i kanë bo. Mu kanë thonë njerëzit pse nuk janë lënë arkivit shtetit, ose akademisë shkencave, ose dikuj tjetër. Une, çdo dokument që marrë në Vatikan, prandaj pa ta morë kompjuter, mi u prezentuet, edhe një faqe mi e morë, firmosi 4 faqe kontratë.
4 faqe që nuk do ta shpërndaroj, nuk do ta publikoj pa leje, nuk do t'ja jap kujt, dhe unë kam të drejtë vetëm për studio personale, nuk kam të drejtë me ia dhënë kërkuj. Ato do vdesin. Nuk ja jap dot kujt. Palnikaj ka akuzuar edhe institucionet shtetërore të Kosovës e Shqipërisë, që sipas tij nuk bëjnë mjaftueshëm për t'i botuar të gjitha ato dokumente të gjetura nëpër arkivet botërore për popullin shqiptar dhe gjuhën shqipe, ndërsa tha se ai personalisht do të botojë disa dokumente të gjetura në Vatikan, por tha se shumë pak nga ajo çka ka në dorën e tij. Palnikaj kërkon mbështetje institucionale, por edhe profesionale, me qëllime që të arrijë të botojë të gjitha dokumentet e gjetura në arkivat botëror.